Historia e dashurisë mes aktorit të njohur Bes Kallaku dhe këngëtares Xhensila Myrtezaj është rikthyer sërish në vëmendjen e mediave roz. Këtë herë shkak është bërë një detaj që nuk i ka shpëtuar syrit të ndjekësve, tatuazhi i famshëm që Besi kishte në këmbë me inicialet X dhe B. Ky tatuazh që dikur simbolizonte dashurinë e tyre tashmë ka ndryshuar. Së fundmi, vjetres iniciale X është mbuluar plotësisht me bojë të zezë nga aktori, ndërsa shkronja B vijon të mbetet e dukshme. Pas divorcit ligjor, ky veprim shihet edhe një herë si një konfirmim i heshtur se mes çiftit nuk ka më rikthim. Divorci i çiftit Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj ka qenë një ndër lajmet që ka bërë më shumë bujë në mediat roz.